Mesazhi që solli profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi ta e mbi familjen e tij. Ky mesazh i ardhur nga profeti i Allahut ishte mesazh i paqes dhe i sigurisë. Ai ka qenë i vërteti, si dhe besniku. Njerëzit e njihnin, e njohin dhe do ta njohin deri në fund të kësaj jete si të tillë. Për atë, Allahu i madhëruar thot: vërtet, ti je në skajet e larta të moralit. Profeti Muhammed e mbarti mesazhin e Allahut në zemrën e tij, në gjuhën e tij e në çdo hap të jetës së tij dhe u apërcolli të gjithë njerëzve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë profeti nuk i është bërë keq si më është bërë mua. Pasi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam jetoi në një kohë ku ai duroi tortura, mundime, persekutime e dhimbje nga më të ndryshmet. Por fjalët e smirakëve nuk e penguan atë në veprën e tij. Talljet dhe mendjemadhësitë e njerëzve të asaj kohe nuk e ndaluan të shpallte e ta përhapte mesazhin e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj sot, më shumë se 1,5 miliard musliman vazhdojnë ta pasojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me dëshirë dhe dashuri.